Konkursi i zërave të vegjël Bilbilat ka përfunduar fazën përzgjedhëse me natën e tretë gjysmëfinale e mbajtur në skenën e teatrit Migjeni. Në këtë natë konkuruan 18 fëmijë të ndarë sipas grup moshave, ndërsa në 2 netët e para morën pjesë përkatësisht 35 dhe 29 fëmijë. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Orieta Kelaj, evidentoi rritjen e cilësisë së interpretimit dhe garen e fortë mes pjesëmarrësve në këtë fazë gjysmëfinale. Bilbilat e vegjël gjithmonë sjellin risi, me zanat mrekullueshëm, me fëmijët e mrekullueshëm që ka Shkodra dhe me artistat e arshëm. Atëherë, në 3 gjysmëfinalja e parë në grup moshën e parë ka pas 35 fëmijë, pra për kopshtet, klasat e para, dyta dhe treta, klasat e katërta, pesta dhe gjashta që konkuruan në një natë të veçantë kishin 29 fëmijë, ndërsa nata e sotme, ashtu si që ndoshtë edhe ju, kishte 18 fëmijë, absolutisht me fëmijë që janë rrit pikërisht në këtë qendër kulturore dhe pa frikë mundem të thënë që janë artistat të konfirmuar tashmë në skenë. Një finale, ne këtë vit kena dhe 30 vjetorin, është një peshë e madhe, është një histori në vedi kjo finale për ne, ose ma mirë me thanë 2 finale, sepse do t'jena në finalen e parë me datën 8 prill, do të kemi konkurimin e formacioneve korale të shkollave 9-vjeçare. Drejtuesi artistik Ermir Zoga u shpreh kënaqur me natën e gjysmëfinales, duke cilësuar atë si një natë finale për të gjithë konkurrentët. Ty trija net kanë shku për mrekulli, mund të themon, por për shkak edhe të moshës sonte ishte një finale vërtet, me thënë drejtën. Jam i surprizum prej gjithë secilit prej fëmijëve që ka kanë sonte. Biles kisha një keqardhje që mos të quhet finale, sepse realisht ishin gjithë të mrekullueshëm. Patjetër, fakti që Shkodra ka nxjerr talente nuk është e rastit e befasishme, si më thon, por mendoj që Shkodra punon realisht. Përcjellja e finalistëve do të bëhet nga juria, ndërsa finalja e madhe do të mbahet me 8 dhe 9 prill në teatrin Migjeni. Konkursi i zërave Bilbilat është frut i mjeshtrit të madh dhe i dirigjentit të paharruar Kujtim Alia.